të ngrihen struktura të posaçme për menaxhimin e gjithë këtyre problemeve sociale, sidomos tek moshuarit, por jo vetëm. Kush do t'i ngrejë? Jo, duhen ngritur sepse dhe të ngritura ishin dhe joqen. Ka nequr sektorin e kujdesit infermier në ministri. Po nuk mund të bëhet kjo punë pa ekspertizë. Nuk mund ta bëjnë këtë, nuk mund të ndërmarrin politika vetëm doktorët, po duhet të jenë dhe infermierët. Po janë doktor Mondi dhe ju jeni një origjinë që na i kam shkruajtur ministrit, nuk kam marrë asnjë përgjigje. Kam shku dhe në ministri dhe kam folur pse nuk ka struktura. Do ta çoj Diella. Po nuk i kam shkruar. Se ka ngelur 86 herë shtatzan tani. Do bëhet dhe ajo gjyshe. Jo, nuk ka. Edhe Diella do dalë gjyshe shumë shpejt. Unë kam tek strukturat, por aman dhe tek shkollat. Le të edukohen infermierët jo me teorira të ngarkuara, por në radhë të parë me etik, në radhë të parë me dhënshuri, në radhë të parë me atë edukatën e punës. Se sot mua 80% e infermierëve në trajnim më thanë, unë ta prek me dorë ta laj s'është puna ime. Ndërkohë ai duhet ta mësoj që në shkollë këtë. Që në shkollë duhet ta mësoj siç e kemi mësuar ne dikur infermierët. Po tani këto po mbarojnë për make-up artiste apo infermiere. Shkoni nëpër spitale, nuk preket i smuri me dorë, nuk preket i smuri me dorë për nga higjiena. Dhe këtë e them me kompetencën më të madhe.